Me rastin e shënimit të 25 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes Kornisë të Ohrit, Ministria për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive, nën patronazhin e ministrit Agon Ferati, organizon një program dyditor me të cilin do të shënohet një nga kthesat më të rëndësishme të historisë së re të Maqedonisë së Veriut. Programi do të zhvillohet më datë 12 dhe 13 gusht 2026 dhe do të përfshijë një panel diskutimi dhe një ceremoni qendrore, ku do të marrin pjesë përfaqësues të institucioneve, të jetës politike dhe shoqërore dhe mysafir nga vendi dhe rajoni. Ditën e parë, më 12 gusht e mërkur, në klubin e deputetëve në Shkup do të zhvillohet një panel diskutimi me fillim në orën 9:30. Ngjarja qendrore do të mbahet më 13 gusht e njëjte, me fillim në orën 19:30 në Urën e Gurit në Shkup. Nga Ministria theksojnë se shënimi i 25 vjetorit paraqet një mundësi për të rikujtuar rëndësinë e marrëveshjes Kornisë të Ohrit, rolin e saj në avancimin e marrëdhënieve ndëretnike dhe rëndësinë e saj për ndërtimin e një shoqërie gjithëpërfshirëse dhe demokratike. Ndërkohë, tradicionalisht edhe këtë vit, nën patronatin e kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, do të shënohet 25 vjetori nënshkrimit të marrëveshjes paqësore të Ohrit, njoftojnë nga BDI. Në kuadër të programit, siç thuhet në komunikat, do të prezantohet një film dokumentar me ngjarjet më të rëndësishme të vitit 2001 dhe procesin që çoi drejt nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit. Një pjesë e rëndësishme do t'i kushtohet angazhimit të madh të botës perëndimore dhe komunitetit ndërkombëtar, i cili luajti rol vendimtar në ndërmjetësimin dhe arritjen e zgjidhjes politike e paqësore. Pjesë qendrore e programit do të jetë paneli diskutimit me pjesëmarrjen e personaliteteve, protagonistëve dhe dëshmitarëve të drejtpërdrejtë të ngjarjeve të vitit 2001. Marrëveshja e Ohrit do trajtohet jo vetëm si ngjarje historike, por si një mësim për të kuptuar të tashmen dhe për të ndërtuar të ardhmen, duke u analizuar edhe pse ajo ishte zgjidhja më e mirë paqësore për përfundimin e luftës së vitit 2001, thonë nga BDI.